shqyrtojmë procesin zgjedhor ku për herë të parë thyet rekordi i krahas përqindjes, thyen edhe disa rekorde të tjera të individëve të caktuar. Pra, lëvizja vendosje bashkë me aleatët apo partnerët e partive tjera politike kanë thyer rekord për herë të parë në historinë e Kosovës, duke marrë mbi 50.10% votave, një përqindje që asnjëherë më herë nuk ka qenë. Zgjedhje këto të cilat 28 dhjetorit folën qytetarët mbi perceptimin e tyre të lirë, mbi dëshirat e tyre kush do t'i udhëheqë, dhe ajo që ka rëndësi shumë më tepër është se nga ky moment me të vërtet përgjegjësia bie mbi qeverisjen e Albin Kurtit për 4 vite të ardhshme, pasi që i ka të gjitha mundësitë të udhëheqë dhe të punoj, por në farë mënyrë të duhet të jetë edhe i koordinuar që mos të tregohet një farë mënyrë arrogant në proces zgjedhor, edhe pse nuk ka qenë për shkak asnjëherë në një farë mënyrë, ka ofruar bashkëpunim, ka ofruar bashkëbisedim, pra populli vendosi, Albini do të qeverisë me partnerët e tij, mirë po opozitës i mbetet që të veprojë në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe të sillet me dinjitet si opozitë t'i bëj presion qeverisë së ardhshme për zhvillimin e Kosovës në çdo hap. Pra, 50.10% lëvizja vendosje me bashkëpunëtorët e saj apo aleatët e koalicionit politik, mendoj që është një përgjegjësi shumë e madhe për Albin Kurtin për 4 vite të ardhshme, se si do ta drejtoj vendin, me çfarë metoda, me çfarë mundësi dhe me çfarë bashkëpunimi me partnerët tjerë. Pra në këtë rast edhe opozita është partner dikon në proceset e zhvillimit të vendit. Mendojmë që në analizën tonë të temave diskutimit që i bëjmë, mendojmë shumë herë që zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë nxjerrë në pa një farë mënyrë pa aftësinë e opozitës për t'i bërë ballë apo për të luajtur lojën siç ka luajtur lëvizja vendosje me aleatët e saj. Kur them se ka qenë pak e paaftë, flasim te lufta me buxhetin, kundërshtimi i panevojshëm i Albin Kurtit dhe i qeverisë së Kurtit në disa procese, sidomos ato kur në veri bëhej një lloj katrahura që domthonë luftohej që të shtrihet sovraniteti, Albin Kurti nuk pati mbështetje dhe këto popull ka vlerësu. Krahas asaj, vendimet brenda institucioneve domthonë Kosovës kanë qenë në luftë direkte me qeverinë, edhe këto populli ka vlerësuar. Ne japim vlerësimet e popullit, nuk japim idetë tona në këto çështje. Mungesa jonë si vetting plus për t'i trajtuar temat gjatë fushatës elektorale ka qenë me qëllim të caktuar që mos të ndërhyjmë dhe mos të japim idetë tona për proceset zgjedhore, duke qenë të paanshëm dhe apartiak, por duke marrë informata gjatë gjithë kohës, domthonë me popullin se si e kanë vlerësuar procesin, si i vlerësojnë individët, dhe krejt këto kanë pru domthonë të një rezultat ku ne sot do të fillojmë emisionin vetting, përsëri domthonë pas zgjedhjeve. Ky emision do të trajtoj sikur ditën e parë që kemi paralajmëruar, bazës të drejtat e njerëzit, zhvillimi ekonomik, jeta sociale e qytetarëve dhe mbi të gjitha siguria e Republikës Kosovës, apo edhe më gjerë, domthonë në këtë rast siguria e qytetarëve shqiptar kudo që janë. Pra si fokus e kemi bashkëbisedimin me individ, e kemi trajtimin dhe shqyrtimin e temave sociale, temave të sigurisë e me gjërë. Pra sot me neve është edhe Loris
Krasniqi, një mërgjimtar i cili ishte këtu gjatë festave, por gjithashtu shfrytëzoi të drejtën e tij të jetë pjesë e procesit zgjedhor. Krahas asaj, falenderojmë Lorisin për pjesëmarrjen dhe gatishmërinë e tij sot që të jetë me neve të bashkëbisedojmë gjatë gjithë kohës sa jemi këtu live në Art Media, në Betting Plus. Pra, me Lorikun po fillojmë me temën. Lorik, mirë se erdhe në Art Media. Je musafiri i parë pikërisht në vitin 2026, urime viti i ri. Faleminderit, urime edhe juve festa, faleminderit shumë për ftesën, jam mirë që jam pjesë e juve. Si kalove këtu ditë feste, familja, shoqëria? Ishte pothuajse mrekullueshme, afër familjes, afër shoqërisë. Ishme në një situatë ku shteti edhe Kosova dhe populli ka pas një situatë shumë vështirë me institucionet tona, edhe jam shumë i lumtur që isha këtu për të ndërmarrë këto hapa që i ka marrë pothuajse gjysma e popullit të Kosovës. Regioni i Gilanit njihet, apo regioni i Lindjes, siç e quaj unë, njihet edhe si kryeqytet i Mërgatës për shembull. Ne arrit të bëhemi bashkë sepse janë shpërndar ashtu në shumë vende mërgjimtar tonë. Arritët të bëhemi bashkë, domthonë të takoni miq. Me them me gjithë zemër edhe them me gjithë kënaqësi se kur vjen puna te Kosova ose te populli i Kosovës dhe pa më parasysh te secili do shqiptar, jemi gjeni gatishmëri gjithë Mërgata që të bëhemi bashkë edhe të vendosmi për të ardhmen e shtetit tonë. Po ndërlidha me këta që thot do të bëhemi bashkë, pra tashmë Mërgata veç e dha fjalën e saj edhe në proces zgjedhor. Mirë po kemi akuza ndaj Mërgatës ku thonë se Mërgata nuk ka drejtë të votojë dhe një farë mënyrë ka ironi, ka sharje, ka një lloj lufte hibride mes popullit që mbillet kundër Mërgatës. Si e vlerëson ti këto? Po këto janë fjalë që nuk do ndalen kurrë, sepse duhet ta dinë se secili kështu që flet, të paktën e ka një mërgjimtar jashtë Kosovës, edhe e din se çka bën ai mërgjimtar për familjen e tij. Kurse secili prej neve që jena në mërgjim e kena sakrifikuar me një farë fjalë veten për mirëqenien e familjes tonë, shoqërisë tonë, po edhe të popullit tonë. Sepse e gjithë puna jonë që ne punojmë atje, veprojmë atje dhe jetojmë atje, vjen edhe të erdhet me një farë fjalë këtu. Investimet i bëjmë këtu, pushimet i bëjmë këtu, ke gjonat që atje i fitojnë ana i sill me pikërisht këtu. Apo gjë kjo që domon ju jeni duke sakrifikuar jetën e juaj në një farë mënyrë, duke u bërë rob i dëshirave të apo për të qenë e suksesshme Kosova apo shqiptarët në Ballkan. E gjithë shqiptar që në botë fillon nga Amerika deri në Evropë dhe këto vende tjera, siç e thash edhe më herët, si Seceka e sakrifikojnë vetëm për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës, e cila bën pjesë familjet e tona, njerëz për rreth aty pare. Domethënë, atë shumë që jemi në Mërgatë, që mund të them kështu pa problem se secila familje ka dikon në Mërgatë edhe e din rëndësinë e mërgjimtarit kur vjen në Kosovë. Pikërisht kënaqësia është e jonja kur kemi një mërgjimtar, po që edhe pse ndoshta i vonshëm je në procesin e migrimit, sigurisht këtu je lindë e rrinë në Kosovë. Unë kam 5 vite që jam pjesë e Mërgatës. Pjesë e Mërgatës. Domthonë ki familje këtu. Kam ki familje këtu. Edhe punon për ta, i viziton shpesh. Si këtë Mërgatë, domthonë këta e kam bë pi vite të mëhershme, po flas nga vitet e 90 tek ne, e gjithë Mërgata ka punu, ka sakrifiku veten, edhe e ka bërë mirëqenien e qytetarëve këtu, domethënë familjes vet që janë pjesë e komunitetit. Tash jemi për shembull para një procesit ku Kosova votoi. Votuan qytetarët, po pjesa më e madhe e thirrjeve ishte drejt Mërgatës. Pra në një farë mënyrë Albin Kurti bashkë me Lëvizjen Vendosur dhe partnerët e saj e shfrytzuan të drejtën ta thrasin Mërgatën. A thua pse e thresin Mërgatën? Se Mërgata me një farë fjalë ka gjithë të drejtë. Okej. Mërgata ka me një farë fjalë gjithë të drejtë sepse na nuk kemi absolutikisht kurrë interesi në Kosovë. Interesi jonë në Kosovë është që ta çojmë Kosovën përpara edhe të
kujdesin me përmirësimin e qytetarëve që jetojnë këtu. Po për shembull ti je në Gjermani edhe atje është një farë lloj socialdemokracie për shembull. Pse për shembull arsye me mbështet Albin Kurtin, apo me ditë? Se Albin Kurtin e njohim gjithë edhe shohim nga vitet e mëhershme, po flasun jam këtu i ri, edhe kam arrit me vrejt, edhe kam arrit me kuptu, edhe ka arrit Albin Kurti me gjithë parti, me fitu besimin tem, me punën që e ka bo, me premtimet që i ka dhënë, edhe e dim Albin Kurti është nga vitet e 80, 81, 81, 89, është i arrestuar në vitet e 90. Po, do të thonë Albin Kurti nuk është ndalur kur të punoj për Kosovën. Për Kosovën edhe për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Do të thonë i ka vlerat e veta. Po çka për shembull ju bën juve për shtytjet që ka bërë Albin Kurti për Kosovën? Kurti muna me fola për Albin Kurtin deri më mëngjes edhe nuk muna me dal zot, po i piceki dy tema. Do të thonë Albin Kurtin e ka tema e parë që ka bërë është që i ktheu 16% të territorit të Kosovës prap në sundim të ligjit, i ktheu në pavarësinë e Kosovës, i ktheu në dignitet dhe me nder. Se ato 16% vlen të cekës është nga veriu i Kosovës, i cili deri në më me thonë 4 vitet e mëhershme ka qenë i gjithë në sundim të Beogradit, e cila na i ka dëmtu procesin gjithë Kosovën. Kontrabandat, shumë të tjera, kriminale dhe shumë të tjera. Po një për arsyeve është këto që për thumë, për shumë që nga ardhi Albin Kurti në pushtet është të vërtet që Mërgata ma nuk ka mujtë e marrë lirshëm në Kosovë me kerë, po flasëm, ka shfrytzu rrugtimin me aeroplan, po me kerë për shumë për mes Serbisë, sa kanë ardhi gjithë me probleme, kena pas gjithmonë ngarkesë, kena pas gjithmonë stres, kena pas gjithmonë probleme, ndaljet pa nevojshme lutërior deri në 6 orë, edhe arrestime po thuaj se për kjo ka qenë një lloj hakmarrje për shembull ndaj Republikës Kosovës te anës Serbisë. Po tash Serbia për t'i maltretuar mërgjimtarët në parë. Tash Serbia s'ka mujt me bo asnjë gjë kundrejt Albin Kurtit edhe kundrejt veriut, sepse atë veç e ka humbë që 26 vite, a kupton? Edhe tash pretendon edhe mundohet të na maltretojë, mundohet se nuk e bën dot këtë. Mundohet të na maltretojë. Sfida është e hapur gjithmonë. Nuk dorëzove. Drejt Kosovës. Apo kupton, nuk dorëzove kurrë, se kena këtë. Atëherë Kosova ka votuar me mënyrat e veta, po pak i themi Gilanit. Gilan është interesant që tash është vatër e vetëvendosjes një mënyrë është ajo passioni i vetëvendosjes. Po e Gilanit është si subjekt politik, lëvizja vetëvendosje nuk i fitoi pagire 62% Gilan. Okej. Do të thonë pa më parasysh për zhvatjet e stadionit të qytetit të autostradës, kemi një kryetar, kemi një subjekt politik të që punon edhe vepron për mirëqenien e qytetarit të vet. Do të thonë në Gilan pahiri nuk ka fitu, ne mundna me thonë çatush, po veç Liza Gashi edhe Luan Aliu e mujti veç PDK-n edhe LDK-n këtë bashkë, kupton? Qysh po mënon ashtu? Atë dy individ si kandidat për lëvizjen vendosje e mujti dy partitë më të mëdha të Kosovës, si mujti veç vetë. Këtu në Gilan? Po këtu në Gilan. Çka po bazohesh? Po në bazohen në rezultatet e KQZ-s, që mundna mi po. Do të thonë Liza Gashi me numrin 51 në listën për deputet në radhën e lëvizjes vendosje ka fituar afro 11.000 vota dhe Luan Aliu me numrin 88 në radhën e lëvizjes vendosje ka fituar dikon 9.000 vota, jena te 20.000 vota. Kurse Lidhja Demokratike e Kosovës edhe Partia Demokratike e Kosovës, këto dyja bashkë kanë fituar 16.000 vota. Në Gilan. Mendoj që kjo emision ndoshta nuk është shumë i gjatë për shkak të kohëve të vona, por kisha dashur me ditën për shkak mendimin e juaj pak për aleancën për Armeninë e Kosovës, pikërisht për Ramush Haradinën ka qenë një luftë e madhe me Albin Kurtin. A mendoni që ose si e vlerësoni për shembull? Ramush Haradina unë e vlerësoj si një luftëtar, si një çlirtar që ka luftuar kundër Serbisë për popullin e Kosovës, për shqiptarët në Kosovë. Ka bërë shumë për Kosovën, por ju kisha lutur mos jetë kaq
I ashpër? kaq i ashpër dhe mos ta përdor këtë gjuhën e fyse të shore që i bën kundraj lëvizjes në vendosje, por edhe kundraj votuesve të vendosjes, sepse është realitet se vendosja është duke punuar në të mirë të Kosovës. Sa i përket luftës si CC është për çdo lavdot, e ka respektin e secilit shqiptar, i cili ai di shqiptar kuptohet, e ka respektin e secilit shqiptar për luftën që e ka bërë. Kemi për shembull shumë çka për me diskutu për rrugtimin e juaj, për kthimin tash në Mërgim atje ku ktheheni, tamam sikur ata zot shtektar që kthehen përsëri, domthon presin Dhe se vi vera. pikërisht. Tash jeni udhëtar me vetura apo me aeroplan? Me vetura. Po. A mendoni që do të ketë ndonjë lloj hakmarrje ose a do ta shfrytëzoni Serbinë apo do të shfrytëzoni kanale të tjera për të udhëtuar? Por siç e them na shqiptarët, Serbinë nuk duam ta shfrytëzojmë, sepse jemi kaq shumë mërgjimtar, edhe e bëj kështu si lutje për mërgjimtar që udhëtojnë shumë shpesh për në Kosovë, të shmangëm e Serbisë. Jo për arsye maltretimi apo diçka tjetër, po për mos t'ju japim shans, mos ju paguajnë taksat, mos i bëjmë gëzim. Pikërisht një lloj lufte ekonomike, ha? Po pra, ti shpallim luftë ekonomike, kupton se nëse ne veç një vit ose 2 vite nuk kalojmë ka Serbia as në mërgjimtar, unë jam i bitur se ata do kenë krizë ekonomike. Pra, kena malin e zi, muna me shëllu Shqipërinë, edhe të vim Kosovë. Edhe pse është 200-300 km më larg, ne ashtu kështu i bëjmë 2000 km, ashtu që edhe 200 mund të bëjmë, se kem problem. Edhe s'do ta kem kur problem. Kur na thret Velindja, na do jemi këtu. Mendon që do të ketë zhvillime shumë të mëdha pozitive në proces zgjedhor, në proces të qeverisjes të Kosovës? Unë pres nga qeveria e jashtme e Kosovës edhe e tashmja që të punojnë në të mirë të popullit. Që të punojnë vetëm në të mirë të popullit. Ne si popull s'kemi pas kur shtesa, s'kemi pas kur ndihmë sociale nga shteti, s'kemi pas kur kemi pas një shtet e kopur, nëse mund ta them kështu, e cila s'ka menduar kur për fëmijët që lindin, për nënat që kanë lindur, si në shtetet në Evropë them pra. Domethënë kemi tash shtesa për fëmijë, kemi shtesa për nëna që marrin 6 muaj, edhe këto vetëm po rriten, nuk po hiqin, këto vetëm po rriten. Edhe unë pres që deri në 4 vitet e jashtme Kosova si shtet në krye me Albin Kurtin ti afroj shtesa për fëmijë, ti bëj koti si në xhamë. Loris, faleminderit shumë për këtë kohë që ishe prezent me ne. Faleminderit për këto ide, faleminderit për vullnetin për të qenë pjesë e kamerave dhe emisionit tonë. Do të jetë emisioni veçantë, sepse je musafiri parë në Vetting Plus, temat të cilat i shqyrtuam sot nuk janë të shqyrtuara hollësisht, mirë po uroj që herën tjetër ose të jemi më konkret. Edhe më shumë në tavolinë të bëjmë një bashkëbisedim edhe me personat e tjerë, që të marrim edhe idetë edhe kontraidete dikujt tjetër. Edhe dua të them që të lëmi notët me vetes siç i kanë partitë politike, po të punojnë në të mirë Kosovës, sepse për atë janë votuar. Për atë kanë marrë postin, për atë marrë në rrugë. Neve nuk na duhet asnjë bllokos siç ka qenë në vitet kaluar, sepse kjo neve vetëm na ka pruar gjëra negative. Ju lutoj domethënë gjithë partive edhe secilët që punojnë në të mirë të popullit të lënë notët për të punuar në të mirë të Kosovës. Sepse vetëm kjo na duhet. Vetëm kjo na bashkon, edhe vetëm kjo na çon përpara. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Miq të dashur, kudo që jeni, urime edhe njerë vitin e ri, 2026 qoftë viti të marave, viti i shëndetit, viti i lumturisë për të gjithë ju kudo që jeni. Por ky ishte një mesazh i një mërgjimtari i cili erdhi, por i cili ndihet vendas, nuk ndihet si mërgjimtar ndihet vetëm sa për të punuar dhe për të siguruar mjetet e domosdoshme për të përmirësimin e familjes apo qoftë të shtetit në këtë rast, me aq sa ka mundësi me kontribu, dhe urojmë që në Kosovë të mbretërojë paqja dhe harmonia mes nesh, t'i lëmë me të vërtetë natët dhe të vazhdojmë të jetë gara se kush do të bëjë më shumë për popullin.
Ajo që ka rëndësi sepse shqiptarët për shkak të vujtjeve të gjata që kanë pasur në proces të jetës, të sfiduar me shekuj, mendojmë që duhet të kthejmë atë vujtjen që kishim dikur, të kthejmë në lumturi me shekuj, të servojmë për njëri tjetrin, të kthehet në një jetë normale për të gjithë qytetarët, së pari, pastaj edhe për bizneset, por edhe për zyrtarët shtetërorë atje ku janë, që gjithçka të jetë normale në Kosovë, sepse kushtet i kemi, më armiq nuk kemi brenda Kosovës, armiq të cilët janë në numër të vogël, të cilët janë të kontrollueshëm ose munden mu eliminu komplet. Këtë çka na duhet është një harmoni mes vete dhe të vazhdojmë të jetojmë ndershëm, sepse me të vërtetë jeta nuk është Super Mario, një lojë ku ti mundesh me kthye gjithmonë tek fillimit. Jeta jeta mundet të shijohet para se të ikë, apo të lëmë gjërat ashtu siç janë, që të tjerët të vinë e të shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit edhe një herë dhe mirëmbëjtje, kudo që jeni, Zoti ju shpërblet gjithë shqiptarët kudo që janë, Zoti ju bekoft. Gjithashtu Zoti i bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit dhe natën e mirë.